Mbrëm pas mesnate në periudhën nga ora 12 deri në ora 2:25 në Gostivar, zyrtar policor nga Departamenti për Punë të Brendshme Gostivar kanë privuar nga liria personat AB 31 vjeç, DB 32, MB 29 vjeç, EB 50 vjeç, GB 34 vjeç, SA 42 vjeç, ASH 44 vjeç dhe NS 20 vjeç, pasi që rreth orës 23:45 në rrugën Boge Veljanovski, pas një debati të mëparshëm, kanë shkelur rendin dhe qetësinë publike duke u përleshur fizikisht me njëri tjetrin. Të gjithë janë ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit për ta do të përgatitet parashtresë përkatëse. Dje në ora 15 në rrugën rajonale Tetov, fshati Jazhinc, në hyrje të fshatit të Artës së Tetovës, zyrtar policor nga stacioni policor për siguri në komunikacionin rrugor Tetov kanë privuar nga liria personin EA, 28 vjeç nga fshati Poroj i Tetovës, i cili me shpejtësi prej 103 km/h në zonë të banuar drejtonte automjetin e udhëtarëve Golf me targa të Tetovës në vend ku shpejtësia maksimale e lejuar është 50 km/h. Ndërsa në orën 18:54 në autostradën Shkup-Tetov, në afërsi të vendit të quajtur Uji i Ftohtë, zyrtar policor kanë privuar nga liria personin SR, 35 vjeç nga fshati Gjerm e Tetovës, i cili me shpejtësi prej 173 km/h drejtonte automjetin e pasagjerëve BMW me targa kombëtare gjermane në vend ku shpejtësia maksimale e lejuar është 100 km/h jashtë zonës së banuar. Ata janë ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rasteve ndaj tyre do të ngrihet kallëzim nga neni 297A i kodit penal, drejtimi i mjetit në mënyrë të pakujdesshme. Gjatë ditës së djeshme është kryer kontroll i intensifikuar i automjeteve dhe drejtuesve të mjeteve në zonën e sektorit për punë të brendshme Tetov. Gjatë kontrollit janë zbuluar dhe sanksionuar gjithsej 102 drejtues mjetesh për tejkalim të shpejtësisë maksimale të lejuar. Gjithashtu janë sanksionuar edhe 18 lloje të tjera të kundërvajtjeve në komunikacion. Sektori punëve të brendshme Tetov apelon pjesërisht në komunikacion që të respektojnë rregullat dhe rregulloret e komunikacionit, të përshtatin shpejtësinë e tyre sipas kushteve të rrugës, gjithsesi ta përshtatin atë sipas kufizimeve të përcaktuara me ligj dhe shenjat e komunikacionit, t'i parkojnë automjetet e tyre vetëm në vendet e caktuara për këtë qëllim dhe në këtë mënyrë më drejt për drejt të kontribuojnë në qarkullimin normal dhe të rrjedhshëm, si dhe në sigurinë personale dhe sigurinë e pjesëmarrësve të tjerë në trafik.